Siguria në Kosovë vazhdon të sfidohet nga raste të shumta vjedhjesh, ku objekti hajnave nuk janë vetëm shtëpitë, banesat dhe bizneset, por janë edhe objektet fetare. Një rast i tillë ka ndodhur dje në fshatin Nisnesh të Deçanit, ku hajnat kanë vjedhur arkën e donacioneve nga xhamia e fshatit. Rasti u zbulua nga mirëmbajtësi i xhamisë, i cili sapo shkoi në objekt, vrejti se dera ishte e hapur. Pas kontrollit, ai konstatoi se mungonte arka ku besimtarët lenin kontributet e tyre. Ende nuk dihet sa para ndodheshin brenda, pasi arka ishte marrë e tëra. Dyshohet se autori ka hyrë pa përdorur forcë, ndërsa hetimet paraprake kanë ngritur dyshime se çelësat e derës mbaheshin të varur pranë hyrjes së objektit. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet hetimore dhe forenzike, të cilat kanë kryer ekzaminimet e nevojshme dhe po punojnë për identifikimin e autorit. Me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar si vjedhje e rëndë dhe mbetet nën hetim.